Eurodeputeti austriak ligji 21 viti 2024 bie ndesh me standardet europiane, sjellja e qeverisë pengesë për antarësim ka fyer BE-n. Eurodeputeti austriak Thomas Waitz ka deklaruar se qeveria shqiptare po injoron kërkesat e Bashkimit Evropian lidhur me ligjin 21 viti 2024. Ai paralajmëroi se kjo sjellje mund të kthehet në një pengesë serioze për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Ai theksoi se BE ka bërë të qartë Tiranës se ligji 21 viti 2024 nuk është në përputhje me standardet europiane dhe pengon përmbushjen e kapitullit 27 për mjedisin. Sipas eurodeputetit, Komisioni Evropian ka kërkuar disa herë qeverisë shqiptare ta rishikojë këtë ligj, por përgjigjet e deri tanishme kanë qenë të paqarta dhe vetëm kanë shtyrë zgjidhjen e problemit. Ai theksoi se BE-ja bazohet mbi standarde dhe ligjet përbashkëta, të cilat duhet të respektohen edhe nga vendet që synojnë antarësimin. Ai paralajmëroi se nëse Shqipëria vazhdon të injorojë shqetësimet e Bashkimit Evropian dhe nuk ndryshon qasje, kjo mund të ndikojë drejt për drejt në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Ka pasur ankesa konkrete nga ana e Bashkimit Evropian, e kemi bërë të qartë se ligji 21 viti 2024 që ndryshon mbrojtjen e natyrës nuk është në përputhje me kërkesat për mbylljen e kapitullit 27 për mjedisin. Ky është një hap në drejtim të kundërt me objektivat e negociatave, sepse Bashkimi Evropian ndërtohet mbi standarde dhe ligjet përbashkëta. Komisioni Evropian i ka kërkuar disa herë qeverisë shqiptare ta rishikojë këtë ligj, por përgjigjja e qeverisë ka qenë se ndoshta e ndryshojmë, ndoshta jo. Kjo shihet si një përpjekje për të fituar kohë e madje si një fyerje. Mendoj se qeveria ende ka mundësi të kuptojë se nuk mund të punojë kundër qytetarëve të saj. Rruga pro-europiane nënkupton respektimin e shtetit të së drejtës dhe procedurave demokratike. Nga këndvështrimi i Bashkimit Evropian duhet vendoset një moratorium dhe për ndërtimet në atë zonë derisa gjithçka të sqarohet. Nëse qeveria vazhdon të reagojë si deri tani, kjo mund të kthehet realisht në një pengesë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.